Moti kësaj jave parashikohet të sjellë nuanca të ndryshme. Shërbimi meteorologjik shqiptar njoftoi se do të ketë mot kryesisht të kthjellët dhe vranësira të lehta e kalimtar gjatë të shtunës dhe të dielën. Kështu të shtunën temperaturat do të rriten menjëherë për shkak të ndryshimeve të masave ajrore deri në 3 gradë dhe maksimalet do të ngjiten në 22 gradë përgjatë së shtunës. Megjithatë do të shtohen ndjeshëm vranësirat gjatë së dielës. Ditët e fundit të javës do të jenë të pranishme edhe intervalet e rresheve, duke pikturuar një tablo pranvere e vjeshtë bashkë, thuhet në njoftimin e Shërbimit Meteorologjik Shqiptar. Dita e diel që nga mesdita e në vijim do të sjellë zhvillim të vranësirave, rreshtje që më së shumti do të jenë shiu për shkak të temperaturave. Në majat e maleve, rreshtjet do të jenë në formën e dëborës. Parashikohet që her pas here të kemi ndërprerje të tyre dhe intervale me kthjellime, kështu që dita e diel do të ketë të gjitha nuancat si një ditë pranvere, sa i përket temperaturave si një ditë vjeshte, sa i përket të vranësirave dhe her pas here rreshtje, njoftoi Shërbimi Meteorologjik Shqiptar.